Vazhdojmë me historinë e radhës. Do dëgjoni një histori tronditse. Kur e them tronditse me gjithë fjalë. Vajza zbulon nënën e saj pikërisht në darkën e fejesës, një darkë që ishte virtuale. Do ta kuptoni gjatë rrëfimit që unë do të them. Unë jam rritur në një familje që për mua ishte gjithçka. Një stre, një histori, një rrugë që më tregonte kuptimin e botës. Një familje që më kishte marrë dhe më kishte dhënë dashuri që unë nuk e dija që kisha nevojë për të. Por asnjëherë nuk e kam ditur të vërtetën e rrënjëve të mia. E vetmja gjë që më dukej e sigurt ishte se familja që më kishte birësuar më kishte dhënë gjithçka. Sigurinë, edukimin, dashurinë,